Të martën në oborrin e Kalas së Beratit, një ngjarje e parapiritur përfundoi me humbjen e jetës së një vizitori. Viktima, Keli Hoxha, 42 vjeç, kishte shkuar për të vizituar Kalan e qytetit kur u përfshi në një mosmarrëveshje me Kristo Mema, 63 vjeç, banor lokal që ofronte shëtitje me kal për turistët, aktivitet që e kurrente pa leje. Sipas hetimeve, autori Kristo Mema, 63 vjeç, i njohur dhe me emrin e ndryshuar Konstantin Hoxha, ka treguar se konflikti nisi pas një paralajmërimi që i bëri viktimës. I thash mos e prek kalin se është i acaruar dhe mund të reagoj keq, por ai më shau dhe më ofendoi. Humba kontrollin, mora thikën që e mbaja në samarin e kalit dhe godita në gjak nxehtësi, ka deklaruar Mema në polici. Pas krimit, Mema ka çuar kalin në kasollën e shtëpisë, ka marrë ushqime dhe është fshehur në një nga shpellat e Kalas në përpjekje për t'i shpëtuar policisë. 63 vjeçari u kap disa orë më vonë i fshehur në shpellin e Memecit, pranë kishës së Shën Mëhillit. Hetimet e mëtejshme treguan se autori kishte një precedent penal në vitin 93, pasi kishte vrarë një fëmijë pas një zënke të ngjashme dhe më pas kishte lënë vendin për të qëndruar në Greqi për 25 vite, duke përdorur identitet të ndryshuar. Policia e Beratit ka sekuestruar armën e përdorur në krim dhe po vazhdon hetimet për të përcaktuar të gjitha përgjegjësitë ligjore të autorit. Rasti nxjerr në parë rëndësinë e mbikëqyrjes së aktiviteteve turistike brenda monumenteve historike dhe nevojën për masa mbrojtëse për vizitorët.